Biznesmeni Elton Iliriani, një mik i ikonës së muzikës shqiptare, parashifit Simaku, ka lëshuar një alarm publik për gjendjen të rëndë shëndetësore dhe financiare të këngëtares. Sipas Ilirianit, këngëtarja ndodhet në situatë më të vështirë dhe për 11 muajsh nuk ka asnjë përmirësim. Ai theksoi se Simaku aktualisht nuk merr asnjë mjekim dhe pas daljes nga spitali, ajo është izoluar plotësisht. Njëri që rri gjithë ditën në shtëpi, nuk ka më motivim, u shpreh ai. Iliriani deklaroi se këngëtarja mendon se inteligjenca artificiale e ndau dhe ndon se është e divorcuar nuk e pranon, në fakt, si dhe djalin nuk e takon. Përveç krizës shëndetësore dhe personale, situata financiare paraqitet po aq dramatike. Iliriani zbuloi se vetë mendim që ajo ka marrë ka qenë përmes një GoFundMe, qiraja e banesës së saj, e cila deri më tani është paguar nga një zotëri me emrin Kadri Morina, përfundon në fund të janarit 2026. Nga shkurti 2026 nuk ka asgjë, deklaroi Iliriani, duke shtuar se problemi më i madh është mungesa e dokumenteve. Gjithashtu ai pohoi se ndihma e tij ka qenë maksimale duke përfshirë organizimin e emisioneve dhe gjetjen e njerëzve që i kanë ofruar shtëpi në Shqipëri, por tashmë situata kërkon ndërhyrje shtetërore. I duhet ndihma e shtetit shqiptar që të marrë mjekimin dhe të bëjë letrat. Letrat shqiptare. Dikush të merret me këtë zonjë, përfundoi ai në apelin e tij. E pa me sa duket, parashifit Simaku rrezikon të rikthehet jetës së saj të mëparshme. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.